Faleminderit ministër. Atëherë, përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur për shënimin e kësaj dite të rëndësishme, po ndoshta ne mund nga ta shitutje mund t'i referohemi edhe si kuvendi i Qumshtit. Është në një datë të rëndësishme, 1 qershor, është edhe dita e Qumshtit, edhe dita ndërkombëtare e fëmijëve dhe është më së nevojshme në bashkëpunim me shoqatat respektive të bëjmë një kuvendim të tillë. E nderuara ministre Mimoza Kusari Gwila, mirë se ke ardhur, mirë se erdhe në shtëpi. Qëllimisht këtë aktivitet e kemi vendosur të këtë lokalitet, për shkak se është pika lidhëse në një prej rajoneve më strategjike për prodhimin e Qumshtit, edhe është e qasshme gjeografikisht për gjitha rajonet ku ka koncentrim të prodhimit të Qumshtit. I nderuari Zoti Naser Bajraktari, kryetar i shoqatës së prodhuesve të Qumshtit, mirë se ke ardhur. I nderuari Gani Durmishaj, kryetar i shoqatës së prodhuesve të Qumshtit, mirë se ke ardhur në këtë aktivitet. I nderuara sekretare përgjithshme e ministrisë, i nderuar kryeshefi i AUV-it, nderuar Zoti Cikaçi, shefi i departamentit, Zoti Memaj, po ashtu urime për 25 vjetorin e bashkangjitjes si profesionist në Ministrinë e Bujqësisë, nderuar Zoti Beluli, mirë se ke ardhur, të gjithë ju prodhues dhe përpunues të Qumshtit. Mirë se keni ardhur e i kemi disa mesazhe, njoftime të rëndësishme që na duhet t'i themi këtu hapur edhe në bashkëpunim të plotë. Fillimisht, çështja e Qumshtit ka qenë e rëndësishme veçantë gjithnjë. Por këto muajt e fundit kemi pas ca diskutime për cilat na kanë shërbyer edhe ne, qoftë nga perspektiva e politikë-vërsve, qoftë nga perspektiva e përpunuesve të Qumshtit, ashtu edhe të prodhuesve të Qumshtit, edhe fermerët që merren me prodhimin e Qumshtit në bazë aditore. Ajo çfarë ne bashkërisht kemi konkluduar është që ky sektor është i rëndësisë strategjike për Republikën e Kosovës. Në këtë pikë të gjitha palët janë dakorduar. Ajo çfarë ne po ashtu kemi konkluduar, duke i pa rrjedhën e tregtimit dhe konsumit të Qumshtit, është që shkalla e vetë mjaftueshmërisë është rreth 66%. Kjo do të thotë që Kosova i plotson vetëm 66% e nevojave të veta me prodhimin e Qumshtit. Afërsisht rreth 100 milion litra është deficiti të cilin ne qoftë nga baza e prodhuesve, ashtu nga baza e përpunuesve duhet ta mbulojmë. Tregu jonë është ende i madh si për prodhuesit, ashtu dhe për përpunuesit. Pra kemi hapësirë për të arritur sektorin. Dhe më lejoni që them këtu që qëllimi strategjik i ministrisë është që shkalla e vetë mjaftueshmërisë të rritet nga 66 në 74%, janë hapa dhe qëllimet që duhet i mbërrijmë bashkërisht. Dhe kjo është në të mirë të përpunuesve, në të mirë të prodhuesve, edhe i rrit hyrat e fermerëve tonë. Tjetra, një çështje është edhe sektori i Qumshtit, nuk është i izoluar. Është indikuar nga rrjedhat ndërkombëtare, posaçërisht ato në rajon, edhe ato në Bashkimin Evropian. Kostoja e çmimit për kafshë, kostoja e inputeve, të gjitha këto reflektojnë në dinamikat e çmimeve të përgjithshme. Pastaj kostoja e fuqisë punëtore, kostoja e amballazhimit, kostoja e shitjes, të gjitha këto janë informacione që të gjithë duhet i kemi në diskutimet tona, ballë hapur, sy hapur me njëri tjetrin. Në Evropë është ka rritet rëndësia e cilësisë së Qumshtit. Kostoja e Qumshtit është
transparente, për shkak se në Bashkimin Evropian kishin disa kriza të qumshtit. Përpara se ata ta vendosin mekanizmin dhe rregullin për raportimin digital, observatorin evropian të qumshtit, ku janë transparente të gjitha qumshtit, kostot e litrës së qumshtit dhe gjitha produkteve që burojnë nga qumshtit. Ajo çfarë tjetër është e rëndësishme, edhe në Bashkimin Evropian ka një tendencë në rritje që ky sektor të shpallët strategjik. Kemi vende si Franca, Spanja, të cilat i kanë klasifikuar me ligj, Portugalia po ashtu, dhe Kosova do të shkojnë në atë drejtim. Dhe më lejoni t'ju informoj këtu para jush, që së shpejti do ta krijoj grupin punues për koncept dokumentin për ligjin për qumshtin, sepse edhe Kosova ka nevojë që të ketë një ligj të veçantë për këtë sektor kaq të rëndësishëm. Tjetra, Ministria e Bujqësisë këtë vit dhe vitet paraprake ka dedikuar një ndihmë bukur të madhe për sektorin e blegtorisë. Afërsisht 20 milion euro shpenzohen në baza vjetore për sektorin. Ndihma është qoftë për produsit, qoftë për litrat dhe qumshin sipas cilësisë, qoftë për lopët qumshtore, mërqerrat etj. Dhe milioni këtu para jush, që të zotohem që tash e tutje, ka qenë praktik që kjo ndihmë edhe mbështetje të konsultohet edhe me ju, mirë po pas anoncimit të skemës mbështetëse këtë javë, me njëherë do të krijojmë një grup punues, të cilat skem për skem do të diskutojmë edhe me prodhuesit, edhe me përpunimin e qumshtit, edhe me përpunuesit e qumshtit. Kjo ndihmë është e Republikës Kosovës që japet sektorit, kjo ndihmë është për ju dhe është e rëndësishme që zëri ju të jetë në tavolina të diskutimit. Dhe kjo do të bëhet pikë për pikë. Njëri t'ju jep një informacion tjetër të rëndësishëm. Me datën 5 e nënshkrui udhëzimin administrativ për programin e pagesave direkte dhe së shpejti fillon edhe aplikimi për mbështetje. Në përgjithësi, unë kam vendosur në bashkëpunim me kolegët e mi që të ketë një rritje për 30% të subvencioneve për perimet, 30% të subvencioneve për pemë, 10% do të ketë një rritje tek vreshtaria, 20% tek rendimenti i grurit, etj. Në çdo pagesë, kryesisht do të ketë rritje të mbështetjes. Përfshirë edhe tek mërqerrat edhe sektori i blegtorisë. Detajisht, Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë do të jetë në kontakt me ju nga java tjetër për procedurat e aplikimit edhe pagesave. Por e rëndësishme, më lejo të zotohem para juve, edhe një herë, që tash e tutje do të kemi një kalendar të saktë të pagesave. Kur aplikon fermeri, kur aprovohet nga agjencia dhe kur do bëhet pagesa. Të gjitha pagesat do të bëhen sipas kalendarit edhe do të jenë në kohë. Është e rëndësishme që do ne të përshtatemi kalendarit të bujkut. Të kthehemi edhe një pak sektorit të qumshtit, sepse janë disa informacione të rëndësishme. Ajo çfarë më shton mua në fillim është që kur kemi diskutuar në lidhje me sektorin, ka pas vështirësi ose një konflikt i jashtëquajtur mes prodhuesve edhe përpunuesve. E nderuar ministri Kusari, e kemi taku bashkërisht, ka qenë një muaj e ca, afërsisht 2 muaj që po punojmë bashkë me ju. Edhe ja ku jemi, janë edhe përpunuesit, edhe prodhuesit bashkë në një kuvend, sepse të dy palët janë dakorduar që çfarë do veprimi që merret nga njëra palë e ndikon palën tjetër, dhe ne si politikë bërës do jemi në koordinim bashkë me juve. Ne do të jemi bashkë, derisa të i kalojmë këtë sfidë, edhe sfidat e radhës, do të jemi bashkë edhe për të arritur sektorin, bashkë me Ministrinë e Tregtisë, edhe Ministria e Financave ka qenë pjesë e këtij konsultimi dhe edhe qeveria e Kosovës do të ketë një qasje të unifikuar dhe të harmonizuar sa për këtë sektor. Masat që kemi marrë deri më tani janë si në vijim. Masat e kontrollit kufitar. Kemi ndërmarrë një nga aksionet më të fuqishme të inspektimit në kufi. Bashkëpunim me Inspektoratin e Tregut, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës dhe masat e inspektimit brenda tregut. Ka ca gjetje të rëndësishme, por të cilat do i diskutojmë bashkërisht.
E dyta, unë kam marrë vendim që të krijohet një sistem i raportimit të detyrueshëm digital. Ne nuk mund të presim informacione në baza javore. Ne duhet të kemi informacionet në baza ditore për sektorin, sepse reagimi duhet jetë i shpejt, andaj për ta plotësuar këtë vakum, unë kam marrë vendim që tash e tutje raportimi i prodhuesve edhe i përpunuesve duhet jetë në baza të rregullta në mënyrë digjitale. Po ashtu kemi marrë vendimin për rritjen e akcizës për qumshtin plorë, vendosjen e akcizës kufitare për qumshtin plorë. Edhe është vendimi i cili po zbatohet, edhe do të zbatohet në rubrikën e Kosovës. Sot në shkruaj vendimin për platformën kombëtare të qumshtit. Platforma kombëtare e qumshtit do të monitorojë në vazhdimsi prodhimin, importet, stoqet, çmimet, kostot e prodhimit dhe tendencat e tregut. Kur ju t'i keni këto informacion, sikurse edhe ministria, dialogimi do të bëhet shumë i lehtë për gjitha palët. Po ashtu sot, dhe këtë javë, do i marrim edhe këto vendime të rëndësishme. Kontratat e detyrueshme me shkrem në sektorin e qumshtit, nga fermeri deri te rrjeti distribuimit. Ka nevojë që të vendosen praktikat parashikueshme. Fillimisht, fermeri duhet ta di se kur do e paguaj pika grumbulluese dhe sa do e paguaj. Pastaj pika grumbulluese ka nevojë me ditë sakt kur do e paguaj përpunuesi dhe sa do e paguaj dhe kur do e paguaj. Pastaj përpunuesi ka nevojë me ditë se kur marketet dhe supermarketet i kryjnë pagesat për ta. Dhe kjo e përmbyll ciklin. Afatet do të jenë me shkrim të detyrueshme sipas ligjit për detyrimet. Në afatet 30 ditore ne presim që këto pagesa të kryen, që jo të mbesin peng i njëri tjetrit. Kontratat e detyrueshme do përfshijnë si në vend cilësinë, sasinë, metodologjinë e vendosjes së çmimit, afatet e pagesës, kostgjatjen e marrëveshjes dhe kjo e krijon insiguri për krejt sektorin. Po ashtu do të vendoset çmimi referuesi çmimi i qumshtit. Lejoni t'ju informoj të nderuar fermer, e të nderuar përpunues, e gjithë ju përfaqësues të institucioneve që në kuadër të ministrisë monitorohen në baza të rregullta, javore dhe mujore, të gjitha kostot e materialeve, inputeve dhe outputeve. Dhe ne kemi vendosur që tash e tutje për ju si sektor të kemi një çmim referues, se cili është çmimi në të cilin fermeri ka vështirë me prodhu qumsht. Ajo çfarë mund t'ju them, që mbi bazën e dinamika në Bashkimin Evropian, mbi bazën e çmimeve rajonale, mbi bazën e kostove të prodhimit në Kosovë, cilësinë e qumshtit dhe analiza tjera të përgjithshme, prodhimi pagesa e për 1 litër qumsht në ferm në 43 cent e bën shumë të vështirë prodhimin e qumshtit për fermerin dhe kërkoj mirë kuptim edhe masa mbështetëse dhe reflektimi për gjithë ju. Po ashtu, qarkorja për prokurimin publik. Duhet ta keni parasysh që sektori publik përfshir shkollat, qerdhet, spitalet, policia, ushtria, duhet të mësohen të trajtojnë në mënyrë të barabartë edhe prodhimin dhe qumshtin që prodhohet brenda vendit. I bazën e kësaj, unë do të çoj një qarkore informuese për gjitha institucionet publike. Është e rëndësishme që të ketë trajtim të barabartë për sektorin e prodhimit të qumshtit brenda vendit. Tjetra, më do t'ju informoj edhe një detaj, javën tjetër dhe javën pasuese do të lajmërohen zyrtarisht 2 skema. Skema e parë është skema e pagesave direkte. Aty do të informoni saktësisht për shkallën e pagesave dhe përfshirjen dhe skemat e pagesave direkte, subvencionet. Por po ashtu edhe skema e granteve edhe mbështetjes së qumshtit. Prodhuesit e qumshtit, përpunuesit e qumshtit, shoqatat e prodhuesve të qumshtit, pikat grumbulluese, zinxhiri i ftoftë, të gjitha do të jenë në konsideratë dhe pjesë e këtyre skemave dhe në vazhdim ne jemi dakordu bashkë me organizatat që ne të takohemi rregullisht. Dhe ky takim si ky kuvend e dëshmon që të gjithë kemi përkushtimin e njëjtë
që t'i japim një shpresë fermerit, prodhuesit, përpunuesit e mënyrë që t'i arrijmë objektivat e përbashkëta që është rritja strategjike e këtij sektori. Unë jam i bindur që në vitet dhe ditët, javët, muaj në vijim dhe vitet në pasim, ky sektor do ketë një trajektorë tjetër. Trajektoria e rritjes së sektorit, trajektoria e rritjes së sektorit të përpunimit dhe trajektoria e rritjes së të ardhurave të fermerit. Ju falenderoj nga zemra që keni gjetë kohë dhe mundësi dhe mirë kuptim që sot jeni bashkë e ju falenderoj të gjithëve që morën pjesë në organizimin e kësaj ngjarje. Faleminderit shumë. Ministrit smujtë me janë. Faleminderit minister për adresimin dhe për kushtimin tuaj ndaj zhvillimit të sektorit të qumshtit. Tani e ftoj për një fjalë rasti zonën Mimoza Kusari Lila, Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Ministre, fjala është për ju. Faleminderit shumë nderuara sekretare zonja Qerkini, faleminderit nderuar ministër zotri Muja, të nderuar zotri Bajraktari dhe Durmishi, përfaqësues shoqatës së prodhuesve të qumshtit dhe përpunuesve. Deri në fund fjalimit të ndreq. I nderuar zotri Hoxha, drejtori i AUV-it, të nderuar pjesëmarrës, përfaqësues të prodhuesve dhe përpunuesve. Me kënaqësi jam sot në mesin tuaj, jo vetëm pse ky aktivitet po ndodh në vendlindjen time, por gjithashtu edhe për faktin se vetëm së bashku dhe në koordinim të plot në mes të ministrive nga ana e qeverisë dhe në mes të gjithë zinxhirit të sektorit nga ana juaj, prej prodhimit te përpunimi e gjithashtu edhe te mbikëqyrja e tregut, mund të garantojmë një rezultat apo sukses të sektorit. Unë i bashkangjitem edhe fjalimit edhe konkluzave të ministrit Muja për sfidat që i kishim dhe i keni e ende po përballeni në sektorin e prodhimit dhe përpunimit të qumshtit. Megjithatë të jeni të bindur që fokusi ynë për kushtimi është që këtë sektor dhe shumë sektor tjerë të prodhimit vendor t'i nxjerrin jo vetëm me fitim, por gjithashtu të jenë të përgatitur për aktivitete e prodhime shtesë nga sektori i qumshtit, jo vetëm për prodhimin vendor apo për tregun vendor, por gjithashtu edhe për eksport. Nga ana e ministrisë tonë, si Ministri e Linjes, janë disa segment të aktivitetit apo veprimtarisë tuaj. E para dhe më e rëndësishmja është ai i ligjit për tregtinë e brendshme, i cili ndërlidh dhe rregullon plasimin e produkteve, gjitha produkteve, prodhimeve vendore në tregun vendor. Jo rrallë të gjithë prodhuesit e në veçanti ata të prodhimit vendor e këtu bën pjesë sektori ushqimit, ballafaqohen me situata e sfida të natyrave të ndryshme kur vije puna të plasimi në zinxhirët e marketeve apo në tregun ton të brendshëm. Për këtë arsye, në kuadër të agjendës legjislative, kemi të paraparë tashmë me prioritet të lartë ligjin për tregtinë e brendshme, ligj ky i cili saktëson dhe me dispozita të qarta rregullon prezantimin e produkteve vendore në tregun e brendshëm. Nuk mundemi ne të synojmë që në kohën kur bëjmë përpjekje maksimale për uljen e deficitit tregtar, për rritjen e prodhimit vendor dhe zëvendësimin e importeve me produkte vendore, të mos e mbajmë fokusin dhe rregullimin e qartë të procesit të shitjes dhe këtij zinxhiri. Elementi i dytë, sa i përket qëndrueshmërisë jo vetëm këtij sektori, por gjithë prodhimit vendor dhe kompanive kosovare, ka të bëjë me pagesat apo vonesat në pagesat të cilat pastaj në qarkullim dhe në likuiditet të përgjithshëm të sektorit nxjerrin ose kanë probleme që shkojnë në efektin domino apo në një efekt që prej
prodhuesi tek përpunuesi e tek konsumatori krijohet një zinxhir i tërë i borxheve apo i vonesave në pagesa. Ministria që drejtoj gjithashtu ka sponsorizuar dhe ka përcjell për miratim në qeveri e tash me njëherë pas procesit zgjedhor dhe formimit të institucioneve do të miratohet ligji për kamat vonesat. Një ligj i cili për herë të parë përcakton saktësisht procesin e brendshëm të pagesave në mes të operatorëve me fokus të veçantë tek prej prodhuesit tek shitësit dhe qarkun e tërë të tregtimit për brenda vendit. Si ministri sot kemi lansuar dhe kemi prezantuar skemën e granteve në 3 kategori dhe e 4-ta do të lansohet në ditët në vijim, nesër ose pas nesër, varësisht nga përgatitjet në e-Kosova. Dhe kjo më e rëndësishmja që unë du të ndaj edhe me përpunuesit, ka të bëj me industrinë përpunuese për makineri dhe totali i skemës së granteve i cili lansohet përmes e-Kosovës është 5 milion euro. Synimi është ngritja e kapaciteteve prodhuese të kompanive vendore e gjithashtu ofrimi i mundësive për zëvendësimin e produkteve në veçanti ato që janë të importuara me prodhimin vendor. Andaj ju inkurajoj që të shikoni dhe të përcjellni këto skema për arsye se të gjitha industritë janë të përfshira. Gjithashtu në kuadër të mbështetjes së biznesit vendor, fokus të veçantë kemi edhe për bizneset e grave. Dhe këtu duhet t'ju bëj apel të gjitha grave ndërmarrëse, qofshin ato prodhuese apo përpunuese, e në veçanti duke marrë parasysh që në shumicën e rasteve gratë fermere janë ato që kanë filluar biznesin apo kanë vazhduar biznesin në periudhën e pas luftës në Kosovë, pas pasojave të rënda që ka lënë lufta dhe kanë vazhduar në mbajtjen e familjes dhe krijimin e ekonomive familjare. Është një kategori e veçantë e thirrjes, e cila tash është aktive dhe është në faqen e ministrisë, dhe kjo bëhet me aplikimin indirekt në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, që përfshin ose është i dedikuar për gratë ndërmarrëse. Qofshin ato në pronësi 100% për gratë biznesi apo edhe 50% gratë ndërmarrëse. Dhe kjo e ka synimin që të forcoj biznesin dhe të ofroj mundësinë e promovimit. Prandaj nuk janë të specifikuar sektorët apo nuk janë të kufizuar sektorët, prandaj mundësinë e aplikimit e kanë të gjitha gratë të cilat kanë në pronësinë e tyre biznese. Unë pajtohem se për të rregullu dhe për të pas një ngritje të shfrytëzimit apo të konsumit të produkteve vendore, duhet të bëjmë edhe korrigjimin e drejt për drejt me ligjin e prokurimit publik. Nuk ka kuptim që në kontratat publike tonat të kemi produkte të importuara, ndërsa prodhuesit vendor të përjashtohen apo të mos kenë mundësinë apo kapacitetin e aplikimit dhe fitimit në tender publik, aty ku shpenzohet paraja publike. Prandaj edhe në agjendën legjislative të qeverisë së Kosovës gjithashtu është i parapar plotësim ndryshimi i ligjit për prokurimin publik. Dhe kjo do duhet të ishte e kryer, por proceset politike dhe proceset zgjedhore të cilat pasuan dhe po pasojnë, po shpresojmë që ta përmbyllim së shpejti në mënyrë që t'i kthehemi punës me një energji e dinamizëm të plot. Dhe krejt në fund, du të vëtheksin edhe tek një obligim që është i të gjithëve, fillon prej prodhuesit tek përpunuesi e nesë institucione, mbrojtja të drejtave të konsumatorit. Gjithashtu Ministria që drejtoj ka në dikasterin e vet apo ka në kompetencën e vet mbikëqyrjen e tregut përmes inspektoriatit dhe jo rallëherë në produktet të cilat plasohen janë të gjitha informatat në veçanti tek ato produkte të cilat vijnë nga importi. Dhe ajo çfarë ka ndodhur së fundmi si mas shtesë, gjithashtu me kërkesën dhe inicimin e ministrit Muja, ka qenë specifikat apo specifikimi i qartë i produkteve që janë me bazë shtazore apo me bazë bimore. Ne jemi të vetëdijshëm që trendet e në veçanti lëvizjet të cilat ndodhin në raport me konsumin e qumshtit me bazë shtazore, lëvizjen dhe tashmë në treg ka edhe prodhime kryesisht të importuara të qumshtit me bazë bimore, si qumshti i sojes apo qumshti i bademit e kështu me radhë, të cilat ende nuk prodhohen në Kosovë, të paktën jo deri më tani, por që prezantimi i tyre në rafte, në veçanti tek ato të cilat përdorin materiale shtesë, siç është vaji i palmës, të jenë qartësisht të definuara. Prej mandatit tim të parë si ministre,
15 vite më radhë, më parë në fakt, kur ka qenë një proces i gjatë i specifikimit apo i betejës që të kemi të qartësuar pije qumshti me qumshtin e vërtet, ende sot po ballafaqohemi me situate në të cilën operatorë të ndryshëm mundohen që pije qumshti me bazë bimore të prezantojnë si qumësht me bazë shtazore. Nëse duam që konsumatorit japim të drejtën e zgjedhjes, duhet t'ja mundsojmë dhe të ngrisim së bashku vetdijen edhe tek ata, por përgjithësinë ta marrim ne si institucione dhe ju si përpunues apo plasues bashkë me të tjerë tregtare të cilët janë përgjegjës për zinxhirin e shitjes. Unë edhe njëherë du t'ju falenderoj duke qenë e vetëdijshme se pas secilës gotë qumshti dhe prodhim qumshti janë orë e ditë të tëra të mundit angazhimit e djersës tuaj, e gjithashtu duke qenë e vetëdijshme se duhet jemi e të bëjmë shumë më tepër edhe për pasurimin dhe vlerat ushqyese të produkteve të cilat prezantohen, por që gjithsesi e keni përkushtimin ton maksimal që vendit e në veçanti fëmijëve, të rinjve dhe të gjithë konsumatorëve t'ju japim produktet me kvalitetin më të lartë të mundshëm. Dhe këtë mund ta bëjmë vetëm kur komunikimi i ynë është i hapur, kur ndihma nga ana jonë është e drejtë për drejtë dhe kur besimi nga ana juaj është i padyshim në institucionet e vendit. Ju faleminderit shumë, gëzuar ditën e qumshtit në kohën kur po i dëgjonim deri tani edhe zërat e fëmijëve në ditën e fëmijëve. Ju faleminderit.